Përshëndetje, kjo është vazhdimësi e videos kaluar për tekstin. Po klikoj të, apo po shkoj të tëja këtu edhe po vetëm po klikoj një herë edhe po shkruhet një pjesë e tekstit. Kjo do të thonë shkruhet automatikisht prej versionit fundit të Adobe Illustratorit. Normal, nëse du me rrit, shkoj këtu të kondi, të pika këtu, nëse ngrej kështu, kjo deformohet. Nëse klikoj me shift, kjo rritet në mënyrë proporcionale, do të thonë si format. Por nëse du me rrotullu, vetëm afrona, ku të afrohet kursori, shikoni që ndron formën kursori, ku të afrona afër, ose këtu, edhe mune me rrotullu. Dërsa nëse klikoj edhe shiftin, kjo rrotullohet, do më thonë ka rrotullohet në mënyrë ka 45 shkallë, shikoni. Dërsa pa shift, më rrotullu si pas dëshires. Prap, thomë, nëse du me rrit, klikoj këtu edhe rritet. Por, nëse klikoj 2 herë këtu të kjo pika, kjo konvertohet prej tekstit në text box apo në paragraf. Tasht, nëse ofrona këtu dhe po du me rrotullu, shikone, rrotullohet kjo, por teksti me të pozicionin e njëjtë. Se në paragraf, nuk mundet me rrotullu paragrafi kështu, shikone. E kemi këtë tekstin këtu, kjo është paragraf. Nëse rrotulloj kështu, tekstin e drejt, do më thonë po rrotullohet vetëm forma. Këna që të rizë. Po nëse klikoj 2 herë këtu, kjo tash konvertohet në tekst, jo në paragraf, ose në text box, edhe tani muj me rrotullu këtë.